Si për shtat, duke përdorur dhe Kulaçin dhe Kërbaçin. Ky njeri pa fytyrë nuk mund t'i blej me Kulaç gjithë njerëzit, qoftë këto në ish deputet i PD-s që doli dje dhe ore dha ta mbrojmë Rama se na duhet një kryeministër se s'kemi ç'bëjmë. Pra përdorja e teorisë së Turkut që na ktheu në musliman me Kulaç dhe përdorja e Kërbaçit nga ai më duke se po i sill edhe në qik efekt edhe në këtë kohë. Presioni që bëri di ai ndaj njerëzve të protestës se tashi e tuti do të merren me mua. Kështu tha ai, me një presion të këtij atyre. Tashi mbrapa tha, këta protestues do të merren me mua. Tashi unë nuk e kuptoj ku e gjen këtë moral, këtë fuqi të cilën i bën presion njerëzve. Mua më bërë një çudi tjetër këta intelektual të rangut të lartë, të cilët e shikojnë gjendjen e vendit, e shikojnë gjendjen e njerëzve që sa vjen edhe rëndohet dhe mbajnë anën e korrupsionit dhe kjo është për të çuditur. Por unë këtu do t'i çoj dhe një mesazh Ramës çikësh profetik mesazhi. Kush e ka lexuar Biblën është një vend ku thuhet, Zoti jon thot që edhe Satanai e ka lafi për Edin, dhe Satanai do të duket si angjëll i përshpirtshëm. Po ta shikoni kështu, të duket si një angjëll i përshpirtshëm i cili i vjen keq për popullin dhe veten në një spital, veten në një gjë kështu dhe bën në një gjë kështu dhe në pensionistëve këtu dhe ata pensionistëve ati u jep nga 3.000 leka tashi në korridor të u jep 3.000 leka juve të i keni për të ngrënë në një gjë kështu që në një gjë kafe jashtë radhe se këtyre të tjera. Pra, unë jam dhe mbetem stoik në idenë që protestat duhet vazhdoj, njerëzit duhet të ruajnë besimin dhe kurajon, asnjë presion, qoftë Kulaçi për të korruptuar, qoftë Kërbaçi për të kërcënuar, nuk kanë efekt te njerëzit e ndershëm. Tashi duhet të kuptojmë edhe një gjë që protestat do ta japin efektin e tyre dhe unë them se kjo diktaturë ose neodiktaturë nuk do ta ketë jetën e gjatë. Ju përshëndes juve, përshëndes dhe ata të cilët s'kam kurajo të vinë këtu me ne. Ose neodiktaturë nuk do ta ketë jetën e gjatë. Ju përshëndes juve, përshëndes dhe ata të cilët s'kam kurajo të vinë këtu me ne.